Sjellja e saj në punë, duke shmangur kontaktin me sy me bashkëpunëtorët dhe duke bërë biseda të shkurtra vetëm kur ishte nevojshme, ishte hutuese. Çdo mbrëmje fundjavë bënte diçka misterioze dhe të dyshimt. Sjellja e saj I bëri të gjithë kurioz. Kurioziteti më në fund fitoi mbi ta kur ai vështroi nga dritarja e qendrës komunitare. Pamja brenda I habiti të gjithë. Maja mbërrinte në Horizon Tech në 7:45 çdo mëngjes. Puna e saj ishte gjithmonë e përfunduar para afatit, megjithatë, ajo mbeti një mister për të gjithë. E efektshme, por e harrueshme, ajo mbante kokën poshtë dhe rrallë merrte pjesë në bisedat e zyrës. Gjatë drekës, ajo nuk u pa kurrë në kafeteri, por zhdukej në shkallë ose në dhoma konferencë bosh për të kthyer saktësisht 30 minuta më vonë. Pas përpjekjeve të dështuara për ta përfshirë, kolegët ndaluan së provuari. Mia u bë thjesht një tjetër fytyrë në turm, përveç një zakoni kurioz. Çdo mbrëmje të premte, Mia I kërkonte menaxherit të kafeterisë ushqimet e mbetura që përndryshe do të hidheshin. Stafi filloi të ndante mënjan sanduiçe, sallata dhe ëmbëlsira për koleksionimin e saj të rregullt. Ata madje përgatisnin më shumë të premteve, duke ditur që Maja do të sigurohej që asgjë të mos shpenzohej kot. Richard Bennett nuk ishte CEO-ja tipik. Në moshën 45 vjeçare, ai kishte ndërtuar Horizon Tech nga një startup në një firmë të mesme me mbi 300 punonjës. Pavarësisht rritjes, Richard ende ecste çdo ditë në përkate, duke mësuar emra dhe duke qëndruar I lidhur me të gjithë. Ai besonte se suksesi vinte nga të kaptuarit e njerëzve pas numrave. Një të premte mbrëma në tetor, Richard po punonte deri vonë duke shqyrtuar raporte tremujore. Rreth orës 19, ai u drejtua për në kafeterin pothuajse bosh për kafe. Derisa afroi vuri re Majën duke pranuar disa çanta me ushqime nga menaxheri I kafeterisë. Menaxheri po buzëqeshte duke shtuar një biskot shtesë në koleksion. Sjellja zakonisht e rezervuar e Majës ishte zbutur, mirënjohja e saj ishte e dukshme edhe nga një distancë. Ajo që I tërhoqi vëmendjen Richard ishte një fragment bisede që ai dëgjoi. Maja përmendi se si ata do ta vlerësonin vërtet këtë mbrëmje, veçanërisht frutat e freskëta. Richard pyeti veten, kujt po I referohej? Në të gjitha përpjekjet e tij për të njohur punojësit, Maja mbeti një enigmë. Dosjet e saj tregonin performancë të mirë, por pak informacione personale. Ajo nuk kishte foto në tryezën e saj dhe asnjë përpjekje personale në hapësirën e saj të punës. Diçka në lidhje me këtë mister e ngacmoi Richard. Ndërsa Maja balancoi çantat e saj me ushqim dhe u drejtua drejt daljes, një impuls e pushtoi. Ai mori pallton e tij dhe e ndoqi nga një distancë diskrete. Në garazhin e parkimit, Richard priste që Mia të shkonte drejt një makine. Në vend të kësaj, ajo shkoi në stacionin e autobusit jashtë. Richard hezitoi, por vendosi të ndiqte. Misteri I kësaj gruaje të qetë dhe koleksionit të saj të ushqimeve të premteve kishte kapur kuriozitetin e tij. Ai thirri një makinë me qira për të ndjekur autobusin. Derisa udhëtonin peizazhin shndërruan në mënyrë dramatike. Kullat e korporatave shkëlqyese I dhan vendin qendrave tregtare, pastaj lagjeve me më pak dyqane zinxhir dhe më shumë biznese të pavarura. 20 minuta më vonë, Maja zbriti në një lagje që ishte botë larg Horizon Tech. Dritat e zbeta të rrugës, portat e sigurisë në fasadat e dyqaneve dhe shenjat me qira dominonin zonën. Trotuaret ishin të çara me bara të këqij që dilnin nëpër beton. Richard doli gjysmë bloku larg, I vetëdijshëm se si kostumi I tij e bënte të binte në sy. Ajri mbrëmjes mbante aromat e përziera të kuzhinave të afërta dhe trafiku të largët. Maja ecte shpejt, qartësisht e njohur me zonën, duke u kthyer në një rrugë anësore të rreshtuar me ndërtesa apartamentesh të vjetruar. Ajo ju afrua një ndërtesë të vogël me boj blu të zhveshur, qendra rinore komunitare East Side. Një rrotullim I thyer vare nga një zinxhir I ndryshkur dhe vizatime të zbeta me shkumës bukuronin hyrjen e betonit. Maja u ndal duke zhvendosur çantat e saj për të liruar një dorë. Richard priti në hije, I pakëndshëm me vëzhgimin e tij, por I pahaf të largohej. Kur ajo hapi derën, e përshëndetën zëra fëmijësh. Zhurma e bëri Richard të ndalej. Kurioziteti I tij nuk e lejonte të largohej. Ai u afrua me kujdes, duke vështruar përmes një dritareje të mbuluar me dekorime letre të zbeta. Skena brenda e bëri Richard të ngrihej.
Dhoma ishte mbushur me rreth 15 fëmijë të moshave të ndryshme, nga kopshtar deri te adoleshentë të rinj. Ata ulën në tavolinat të vjetëruara, ndërsa Maja dhe 2 vullnetar të moshuar shpaketuan ushqimin që ajo kishte sjellë. Një dritë e vetme sipër kokës ndiste her pas here, duke hedhur hije që vallëzonin nëpër letrën e murit të zhveshur. Maja lëvizte nëpër dhomë me një ngrohtësi dhe animacion që Richard nuk e kishte parë kurrë në zyrë. E gjithësjellja e saj kishte ndryshuar. Aty ku ajo ishte rezervuar dhe pothuajse padukshme në punë, këtu ishte gjallë dhe plot jetë. Ajo përshëndeti çdo fëmijë me emër, duke ulur në gjunjë për të vendosur kontakt me sy me fëmijët më të vegjël. Ajo pyeti për një vizatim, rregulloi flokët e një fëmije, ndihmoi një vajzë të vogël me kutinë e qumshtit. Lidhja midis Majës dhe këtyre fëmijëve ishte prekshme, e ndërtuar mbi atë që ishin qartazi, javë dhe muaj kujdesi të vazhdueshme. Ushqimi nga kafeteria e Horizon Tech po zhvendose me kujdes në pjata. Fëmijët prisnin me durim, megjithse sytë e tyre të etur ndiqnin çdo lëvizje. Për disa Richard kuptoi kjo mund të ishte vakti i tyre i parë i duhur që nga dreka e shkollës. Një djalë i vogël, jo më shumë se 7 vjeç, vazhdonte të hiqte sy nga ushqimi dhe më pas shpejt të hiqte syt, sikur të kishte frikë se uria e tij mund të tregonte shumë qartë në fytyrë. Këta nuk ishin fëmijët e Mias. Ky nuk ishte një program komunitar për fëmijët, prindërit e të cilëve punonin në turne mbrëmjeje ose nuk mund të përballonin kujdesin titor apo ushqime të duhura. Mia po shpenzonte mbrëmjet e saj të premteve duke u bërë vullnetare me fëmijët në nevojë. Realizimi e goditi Richardin fort, ndërsa ekipi i tij ekzekutiv hidhte rregullisht tabaka catering të gjysmën ngrëna. Një nga punojësit e tij më të paguar apo shpëtonte ato që mundte për të ushqyer fëmijët e uritur. Richard urtëhoq, mendja e tij po vraponte. Horizon Tech bënte donacione të pritshme korporative për bamirësi me profil të lartë dhe sponsorizonte tavolina në gala, por angazhimi i qeti Mias ndaj këtyre fëmijëve duke më autentik se të gjitha gjestet e kujdesshme bamirëse të kompanisë së tij. Të hënën në vijim, Richard kërkoi një takim me Mian. Ajo mbërriti saktësisht në kohë. Fytyra e saj fshente nervozizëm. Ajo nuk ishte thirrur kurrë më parë në zyrën e CEO-s. Richard mund të shinte shqetësimin në sytë e saj, ndërsa ajo qëndronte në buzë të karrikes. Ajo ndoshta mendonte se ishte në telashe për marrjen e ushqimit. Richard filloi duke pyetur për qendrën komunitare. Surpriza zëvendësoi ankthi në fytyrën e Mias. Me hezitim në fillim, pastaj me animacion në rritje, ajo shpjegoi se si programi pas shkollës luftonte për të siguruar edhe ushqime bazë për fëmijët nga familjet që përballeshin me pasigurinë ushqimore. Disa kishin prindër që punonin turne mbrëmje dhe nuk mund të përballonin kujdesin ditor. Qendra operonte me një buxhet shumë të vogël, duke u mbështetur tërësisht në vullnetarë dhe donacione. Mia kishte zbuluar qendrën menjëherë pasi ishte transferuar në qytet. Ajo që filloi si disa orë vullnetarizmi çdo javë, ishte kthyer në një angazhim më të thellë kur ajo vuri re se sa shumë ushqim hidhen në kafeteri çdo ditë. Lidhja e duke e qartë. Ndërsa ajo fliste, Richard pa një person krejtësisht tjetër që dilte në pa. Asistentja e qetë administrative u shndërrua në një avokate të pasionuar. Sytë e saj shkëlqenin ku përshkruante progresin e fëmijëve në programin e tyre modest të leximit. Në fund të bisedës së tyre, Richard kishte marrë një vendim. Brenda një muaj, Horizon Tech nisi një iniciativë në të gjithë kompaninë. Kafeteria tani përgatiste vakte të duhura për qendrën komunitare 3 herë në javë. Punojësit u inkurajuan të bënin vullnetar gjatë orëve të punës me pagesë. Richard themeloi një fondacion për të mbështetur programe të ngjashme në të gjithë qytetin. Mia u promovua për të koordinuar departamentin e ri të përfshirjes në komunitet të kompanisë me një rritje të konsiderueshme page. Kuptimi i saj drejt për drejti nevojave të komunitetit e bëri atë të përsosur për rolin. Fëmijët në qendër tani kishin vakte të rregullta ushqyese, libra të rinj, kompjuter të azhurnuar dhe një kënd lojrash të rinovuar. Qendra të tjera komunitare në të gjithë qytetin filluan të merrnin mbështetje të ngjashme. Ajo që filloi si një kërkesë e thjeshtë për ushqime të mbetura, zbuloi vështirësitë e padukshme me të cilat përballeshin shumë familje. Ajo transformoi jo vetëm jetën e atyre fëmijëve, por të gjithë kulturën korporative. Asistencia e qetë administrative që dikur fshihej në shkallë, tani kishte vëmendjen e Richard për çështjet e përfshirjes në komunitet. Ndonjëherë ndryshimet më të thella fillojnë me aktet më të vogla të dëmshurisë, të vënë re nga një person i duhur në kohën e duhur.
dhe ndonjëherë talentet më të rëndësishme nuk gjenden në rezume, por zbulohen kur dikush shikon përtej sipërfaqes. Ndonjëherë, ndryshimet më të thella nisin me veprime të vogla dhe plot dëmshuri, të cilat vijnë re nga personi i duhur në momentin e duhur. Kjo tregon se talentet më të rëndësishme shpesh nuk gjenden në rezumet tona, por zbulojnë kur dikush guxon të shohë përtej sipërfaqes. Historia e Mias na mëson se ndikimi vërtet vjen nga zemra, dhe se një akt i thjesht mirësie mund të transformojë jo vetëm jetën individuale, por edhe kulturën në një kompanie të tërë.